Kiara Tito do të jetë bashkëprezantuese e emisionit të mëngjesit. Programi i mëngjesit, i cili moderohet nga Blendi Sala, ka hyrë në një fazë të ridimensionimi, duke pasur të ftuar dhe prezantues të ndryshëm çdo ditë. Një ditë më parë ishte prezantuese Heidi Baci, ndërsa sot ishte Kiara Tito, e cila foli dhe për projektin e saj më të ri televiziv, i cili do të jetë një film me Louise Aylin, i cili do të shfaqet në kinema në shkurt, por ndër të tjera ajo foli dhe për mungesën që ka në shtëpi dhe me vajzën e saj Lunën për shkak të angazhimeve profesionale. Pra Kiara la të nënkuptuar se ajo nuk do të jetë bashkëprezantuese e emisionit të mëngjesit. Por kush do të qëndrojë në krah të Blendi Salajt pas largimit të bujshëm të dy moderatorëve, Engji Nasufi dhe Neada Muçaj, pasi u aludua që ato patën një përleshje fizike me njëra tjetrën? Mosvalë Blendi Salaj nuk po gjen një bashkëprezantuese dhe ka gjetur një zgjedhje më të lehtë duke pasur të ftuar dhe prezantues të ndryshëm çdo ditë derisa të gjejë të duhurën?